Ish prokurori Arjan Doja është paraqitur sot në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të dëshmuar në lidhje me atentatin që u bë më 1 tetor të vitit 2019 në afërsi të mbikalimit të Shkozetit, ngjarje në të cilën u vra shoferi i tij Andi Maloku. Doja ka rrëfyer se në ditën e atentatit ka drekuar me Aleksander Lahon, të njohur edhe si Rumi i Shijakut, dhe Enver Shabën. Pas drekës ai tregon se është nisur bashkë me shoferin e tij, por në momentin që janë afruar drejt mbikalimit janë përballur me sulmin me armëzjarri. Doja që në shtator do të futet në kuvent si deputet i Partisë Demokratike, nuk ka arritur që t'i njohë atentatorët, por është i bindur se atentati ka qenë për të, për faktin se në sediljen e tij ka pasur 13 preva. Në tetor 2019, këtë makinë drejtonte Andi Maloku pasi e punësova unë. Ai ka qëndruar me mua rreth 1 muaj, sepse e kisha në provë. Përveç ngjarjes 1 nëntor 2019 dhe një situatë tjetër për shkak të punës, ku kanë reaguar zëvendës kryeministri e të tjerë, nuk kam pasur asnjë problem. Ditën e atentatit kam dalë si çdo ditë në orën 7 dhe në 8 kam qenë në Durrës, direkt në zyrë. Në orën 12:30 dola pas një telefonate tek restorant Koral për drek me disa miq. Unë kam shkuar aty me mjetin tim, në drek ka qenë Aleksander Laho. Unë e njoh si Pëllu Muharremi, pasi kështu e kam njohur kur isha avokat. Ka qenë edhe Enver Shaba. Në drek kemi ndenjur 2 orë gjysmë 3. Kur dolëm Pëllu Muharremi kishte një makinë dhe kemi ikur bashkë pasi bëra muhabet. Makina ka qenë e parkuar para lokalit i dukshëm. Drejtues mjeti ka qenë Andi Maloku. Unë kam qenë në vendin e parë dhe më pas Pëllu Muharremi. Në dalje të lokalit ka pasur persona. Ne kemi qenë 4 veta, duke bërë muhabet, por aty kalonin njerëz, megjithatë nuk më kanë ngel ndonjë në mendje nga ata që kalonin aty. Nga ura e Tajlanit kemi ikur në mbikalim, kemi vazhduar rrugën, sa kemi kaluar karburantin nisën të shtënat. Në fillim se kam kuptuar. Plumbat fillimisht vinin nga pas dhe ka qelluar në distancë. Nuk kemi arritur të shohim makinën. Të shtënat kanë qenë të diferencuara me plumb tek dhe jo vetëm, por jo në breshëri. Kanë qenë 2 armë. Vetëm në sëndiljen time kanë qenë 13 predha. Në këtë seancë, Ndoja është ballafaquar edhe me Plaren Dervishajn dhe Julian Meçajn, të cilët janë ekstraduar nga Dubai. Dervishaj akuzohet si organizatori i atentatit, ndërsa Julian Meçaj si një nga personat që ka qelluar. Ai ka deklaruar se është takuar vetëm një herë me Plaren Dervishajn, ndërsa për Julian Meçajn thotë se i njeh vetëm të atin me të cilin ka punuar. Fizikisht kam takuar vetëm Plaren Dervishajn për babain e tij, babain e Julian Meçajt e njoh, kam marrëdhënie të mira, punonte me ne. Dua të di shkakun e ngjarjes, nëse i kam borxh dikujt, dua t'ia shlyej. Në dëshminë e tij, Arjan Doja flet për intriga që ka sjellë debate në gjyq mes tij, Dervishajt dhe Meçes, të cilët deputeti i zgjedhur në mënyrë jo të drejtpërdrejtë i akuzon se kanë përhapur një të vërtetë, që nuk është e vërtetë për të zgjeruar konfliktin. Megjithatë, asgjë nuk është konkretizuar pasi për te debateve asnjë prej tyre nuk ka përmendur emra. Doja është shprehur gjithashtu se në kohën që u bë atentati ka pasur konflikte me deklaratat e 2 politikanëve, kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministrin e asaj kohe zotin Erion Braçe. Për të dëshmuar ishte thirrur edhe ish deputeti Alit Valteri, i cili në vitin 2020 publikoi një video nga atentati. Ai ka deklaruar se babai i Andi Malokut, Genci Maloku, e ka kontaktuar dhe i ka treguar një video të 2 personave që ai pretendonte se i kanë vrarë të Pirin, por shton se pas publikimit të videos e ka telefonuar edhe Ramazan Raja, duke i kërkuar llogari për faktin që i ka përmendur emrin. Genci Malokun e kam njohur pak ditë pasi djali i tij ndroi jetë. Erdhi, mu prezantua dhe më tha, më kanë vrarë djalin. Dhe shtoi, kam videot e tyre që më kanë vrarë. Kam bërë interpelancë me ministrin e brendshëm të asaj kohe, Sandër Leshaj. Më ka dhënë një tablet ku duken 2 persona, një me kapele dhe një pa kapele, dhe ai pretendonte, këta më kanë vrarë djalin. Ai më tha, nëse flet në parlament, kjo ngjarje do të zbardhet. Kam përmendur disa emra dhe oficer policie, sipas atyre që më ka thënë Genci Maloku. Kam folur në parlament në emër të Genci Malokut. Pas parlamentit më ka telefonuar Ramazan Raja, e njoh prej kohësh, nuk më ka kërcënuar, por më ka thënë, "Përse na ke përmendur emrat? Pse ke përmendur emrin e Lentit?" E kam shfrytzuar këtë çështje politikisht për të marrë kredencialet e mia politike si deputet i opozitës. Bashkim Maloku, djali i Xhaxhait të Andi Malokut, ka rrëfyer se si e mori lajmin që kushëriri i tij ishte vrarë. E kam pyetur se si ka ndodhur ngjarja dhe më tha që ka qenë në një lokal duke ngrënë drek me Arjan Dojën, Aleksander Lahon. Më ka thënë që ka parë një femër me emrin Lucy që ka lëvizur 2-3 herë. Kanë ardhur 3 persona nga Nikla rreth 2 javë më pas. Vinin për llogari të fisit të vet me mbiemër Raja. Njëri ishte nga Malësia e Krujës, njëri nga Nikla dhe tjetri jetonte në Tiranë. Takimi zgjati 30 minuta dhe i kërkuam që të na tregonin kush e ka bërë. Na thanë që do vinë dhe nuk erdhën më. Plaren Dervishajn e njoh prej shumë kohësh dhe nuk kanë pasur asnjë problem.